Përshëndetje të nderuar, Allahu i madhnueshëm ka falë gjithçka në harmoni. Unë ndjej shumë mirë vetveten nëse jam këtu jashtë në natyrë dhe po flas me ju dhe dëshiroj t'ju drejtohem. A e keni vërejt se kur tradhtoheni, tradhtia nuk ju vjen nga hienat e shkretirës, as nga ata luanët, nga tigrat atje Saharës. Tradhtia, të nderuar dhe të nderuara, gjithnjë ju vjen nga ata që i keni më afër. Dhe këtu qëndron ai paradoksi. Ata që i keni më afër, ata të parët ju tradhtojnë. Ata të parët ju shesin për çmim të lirë. Ata të parët ju shpifin, ju përgojojnë, nuk ju vënë në konsiderat. Dhe më pastaj vinë edhe ata të cilëve ju keni shërbyer, për të cilët ndoshta edhe keni sakrifikuar. Dhe për të cilët ndoshta me një ideal të lartë keni besuar se ju i shërbeni një kauze e cila me të vërtet me njerëzit do t'ju bëj dhe do t'ju afroj dhe do t'ja u mundsoj që respekti i tyre ndaj jush të jetë edhe më i sinqert, përderisa ju bazoheni gjithnjë në veprat dhe në punët të cilat i kryeni apo i ndërmeni dhe që janë me interes të përgjithshëm. Flas këtu me interes të përgjithshëm, jo personal, jo privat. Dhe vjen momenti, vjen ajo minuta, ajo dakika, ku i pari apo të parët që ju shesen, që ju tradhtojnë, dhe që ju vrasin shpirtnisht, janë mua ata të cilëve ju shërbyet. Dhe për të cilët sakrifikuat, dhe këtu në migrim, këtu në Evropë, ne si diasporë, në qoftë se ne kryjmë ndonjë shërbim, dikush nga ne personalisht angazhohet dhe kryen një vepër madhore me interes kolektiv, me interes të përgjithshëm. Dhe nuk ka mundësi që të mos ballafaqohet me birokraci komunale, në Zvicër kantonale, e kështu me radhë, dhe me gjithë këta të zhvillojë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, solid, që në atë mënyrë edhe komunitetit të cilit i shërben dhe për të cilin ka një mision të jetë sa më i suksesshëm në fund. Dhe kur këta të gjitha kryhen, vjen një moment që të parët që ta shkelin këtë të mirë janë ata që e ngranë, që e hangrën bukën të cilën ti, po e them bukën në mënyrë alegorike, në mënyrë metaforike, dhe ata janë të parët që ta shkelin bukën që ja u dhe. Pra, ti i more dhe i nxore në selamet. Sepse i kishin këmbët mbi një dysheme, apo mbi një trull, mbi një tokë, e cila nuk ishte stabile, që në çdo moment kanose që ata të zhyteshin në det dhe të fundoseshin, të përfundonin përgjithmonë. Pra, të bëri Zoti ty shkaktar sebeb, duke të kalitur dhe duke spikatur me atë karakterin fisnik, dhe ti duke e marrë këtë ideal për një të mirë kolektive, ju dole në shërbim këtyre personave dhe të parët që të vranë, të parët që të ngullën thikën pas shpine, ishin mo këta. Dhe janë mo këta. Prandaj unë e them dhe e kam thonë gjithnjë, as profesioni, as diploma, as dukja e jashtme, as mjekra, as shalli i hoxhës me atë Coca-Colën në ngjyrë bardhë e kuq, as turbani atij shiitit atje në Iran,
as shamia ati Sauditit a gjenë Arabi, kush e disa të madhe ta kesh, nuk do të bëj dobi, në qoftë se ke qenë buk shkelës, jo mirë njohës, ke qenë shpifës, ke qenë munafik, hipokrit, ke pas disa fytyra, ke vepruar në mënyrë sa herë që të zhdhanë që ti të përfitosh, me njëherë ke lëvizur në drejtim pa e ba hiq hesap, se dikuja ke pas borç një diçka, qoftë në aspekt moral, qoftë në aspekt material, s'ka kjo rëndësi hiq, dhe sidomos ne ma shumë i kemi borç njëri tjetrit në aspektin moral, shpirtënor. Dhe mu këtu, mund të them lirisht, 80% prej neve, ose ndoshta edhe 90%, nuk e japin provimin dot. Dhe vazhdojnë, falen, luten, janë imama, janë hoxhallar, janë xhamat, janë qytetarë, çka do që qenë, vazhdojnë t'i bëjnë këto ibadete njënën mbas tjetrës, e të lavdrohen, e të prezentohen, e të hinë për mixhlise, e ku ta di unë çka, por zemra është si ai software i kompjuterit. Në qoftë se të zemra të ai software jot nuk është i pastër, ke ba edhe gjëra të cilat njerëzit do i kanë pa ashtu. Por Allahu i ka regjistruar, sepse ai kompjuteri i ka regjistruar ato. Dhe software-in Allahu kur ta hapet ditën e gjykimit, do të çuditesh edhe vetë, nuk të ka mbet kredit as pak, zero. Pse? Po të merr ai, të merr ki, të merr ai qetri çka i ke pas, çka i ke hyrë ndër hak, çka i ke hyrë në hile, çka e ke, se ke përfill, e ke përbu, se ke në përkam, ja ke shkel të mirën, të gjithë kur të marrin nga pak dhe del ajo thënia e profetit të Allahut, paqja e Zotit mbi të, ku ka thënë se do të ketë ditën e gjykimit nga ju që do të ringjallen, bankrot, të falimentuar. Dhash Zotit që ne mos jemi nga ata. Dhash Zotit që edhe nëse gabojmë, sepse është e pamundur të mos gabojmë, sepse i pagabushëm dhe i përsosur është vetëm Allahu, Zoti që na ka krijuar, por prej neve kërkohet që të kthehemi dhe të përmisojmë gabimin. Jo të mbahemi me një gjemat arrogant, kryeneq, edhe të vazhdojmë, jo s'ka ndodhur kur gjë, se veç ti ke drejt, nuk është kështu. Besoj se kjo video ju ka pëlqyer, dëshiroj që lusë që të abonoheni në kanalin tim. Unë, sikur se që shifni, kam do video kështu të thjeshta, pa pompozitet, pa saltanat, do të vazhdoj të flasë me ju në këtë mënyrë të thjesht, në këtë mënyrë modeste. Unë gjatë këmbimit të ideve, të mendimeve, të analizave, me ju, unë besoni, nuk e them me mendjematësi, as për mendjematësi, besoni wallahi, Allahu e di, dijen edhe ju, unë edhe mësoj nga këtu. Sepse ne si njerëz gjithnjë do të jemi nevojtar për të mësuar diçka të re. Sepse asnjëherë, kush e di sa të dim, nuk do i dim të gjitha. Sepse dija absolute, e vërteta absolute, wallahi, është vetëm tek Zoti i gjithësisë. Ju përshëndes, ju dëshiroj gjithat mirat, edhe njëherë, abonoheni në kanalin tim, nëse ju pëlqen kjo video, bëjeni një like, miru pafshim, miru dëgjofshim, qofshi shëndosh e mirë.